Juli, të përshëndes. Ju përshëndes nga Lezhë Aida. Në fakt, situata avion tjetë e vështirë si shkak i qarjes së argjenaturës pikërisht në zonën e Tales, argjenaturës e lagunës Vajinit që lidhet me kanalin Spiten hidrovor, ka patur rritje të nivelit të ujit dhe sipërfaqes së përmbytur, por fatmirësisht nuk kemi dëme të shumta, të paktën në banesa janë 2-3 banesa me prezencë ujin, por janë disa familje të izoluara për shkak se uji është rritur ndjeshëm në oborret e shtëpive, por edhe në rrugët që i lidhat këto lagje, pra kryesisht në zonën e Myltës. Po ashtu kemi me qindra hektar tokë bujqësore në pushtetin e ujit prej 2 ditësh, konkretisht në Myltë, në zonën e Barbullojës, por edhe në fushën e Spitenit dhe të Treshit. Gjatë ditës së sotme ka shtim të forcave në terren ku janë angazhuar një numër i konsiderueshëm kompanish private për të bërë të mundur pra ndërhyrjen në argjenaturë dhe mbylljen e saj, pavarësisht se operacioni është mjaft i vështirë për shkak se edhe rruga ka qenë problematike për të shkuar deri tek argjenatura, është punuar fillimisht me sistemimin e rrugës për të hyrë mjetet e rënda e më pas duke hedhur pra materiale të ngurta inerte me qëllim për të bërë të mundur mbylljen e kësaj argjenature, por deri tani nuk është arritur diçka e tillë. Ndërsa duhet të thënë se ka dhe forca të shumta ushtrie në zonë edhe me varka për t'ju ardhur në ndihmë çdo banori që do të ketë nevojë, nuk ka patur deri tani pra kërkesa për evakuim, ndërsa duhet të theksuar fakti se situata po monitorohet në vazhdimsi. Nuk ka patur shiu me intensitet të lartë që prej mesnatës së kaluar dhe le të shpresojmë që t'jap mundësi edhe autoriteteve për të ndërhyrë sa në mënyrë të mirë në mundshme për të bërë të mundur mbylljen e argjenaturës, e cila është qarë në një gjatësi rreth 40 metra dhe normalisht pavarësisht punës në terren nuk është arritur pra që të bëhet diçka për ta izoluar, duke sjellë edhe rritje të nivelit të ujit në zonat e përmbytura. Sa banesa janë në rrezik edhe një herë? Janë një numër konsiderueshëm banesash në rrezik, paktën nga vëzhgimin që unë kam bërë pas ditën e dieshme, duke krahasuar me ditën e sotme, niveli i ujit është rritur në paktën 30-40 cm në zonën e Myltës dhe në shumë banesa pra rrezikohet që uji të hyjë brenda, ndërkohë që dëmet janë të shumta në pjesën e bujqësisë dhe blegtorisë. Po tek banesat ju qëndrojmë pak, ku i kemi, në çfarë zonash? Në zonën e Myltës dhe të Barbullojës është problematika më e madhe në këtë drejtim, ndërsa sa i përket zonave tjera kemi vetëm përmbytje të sipërfaqeve të tokave bujqësore, pra dhe nuk ka dëme sa i përket pra mund të themi blegtorisë. Ka një pjesë e banorëve të cilët i kanë larguar disa prej të afërmëve të tyre pra nga shtëpitë e tyre për vetë faktin se niveli i ujit ka ardhur në rritje, por që situata pra duke ju referuar ndërhyrjeve të ditës së sotme, pra duke ju referuar dhe shtimit të forcave në terren, shpresohet që të bëhet të mundur mbyllja e argjenaturës, pavarësisht se situata është mjaft dinamike dhe e vështirë, pasi kemi qarje të saj në gjatësi prej 40 metrash, po hidhen gur dhe inerte të mëdha për ta bërë të mundur pra izolimin e dëbërtimit të ujit të lagunës drejt kanalit Spiten hidrovor, që ka sjellë më pas pra fryrjet e tij dhe fryrjet të kanaleve të tjera, të dyta dhe të treta, dhe ujit të dalë në sipërfaqe duke vëshuar në zonat e banuara. E kuptoj. Ndërkohë, sipas komunikimeve që ne kemi arritur të sigurojmë fakt në këtë transmetim drejt për drejta me ekspertët, tokat bujqësore janë të pra në kuadër prodhimeve dhe të mundit investimeve që janë bërë nga fermerët tashmë janë të humbura. Po, janë një normalisht të mbjellat e fermerëve, por ka dëm edhe në gjën e gjallë, pra apo bazën ushqimore për bagetit, si shkak i vëshimit të ujit në zonën e Barbullojës, në zonën e Myltës, ku unë kam vëzhguar pra dhe gjatë ditës së dieshme dhe nëpërmes pamjeve të siguruara me dron, duket një sipërfaqe e konsiderueshme e përmbytur, dhe kjo ka ardhur si shkak pra i qarjes së kësaj argjenature prej 2 ditësh, ndërkohë që autoritetet ndodhen në terren, pritet që të bëjnë një inspektim edhe vetë Ministri i Mbrojtjes Pirovenku, pasi që deklarova pak më sipër, ka shtim të forcave, pra të ushtrisë, të emergjencave civile me gjitha mekanizmat e nevojshme, pra dhe mjetet e nevojshme për të ardhur në ndihmë banorëve, pasi në disa zona mund të dëpërtohet tashmë me varka, pasi niveli i ujit është rritur. E kuptoj.
Ndërkohë, si po punojnë në terren, se po e shikoj pak me pamje që kemi në dispozicion dhe që ke sjell pa diskutim bashkë me grupin e qeverimit. Edhe duket pjesa më e madhe është në ujë, duket situatë e rrezikshme, e sigurisht në tilla syt janë nga qielli që t'jetë dorë kursyer, por edhe tek autoritetet, tek ato që punojnë në terren. Normalisht në këtë situatë nuk është se ndikon shumë rreshjet shif. Normalisht po të ketë rreshje me intensitet të lartë e përkestonë me tepër situatë, po kemi një çarje të argjinaturës ku gjithë uji i lagunës, pra, por edhe pjesa e detit përfutet në kanalin Spitër Hidrovar duke pra sjell përmbytje të zonave. Po çfarë sipërfaqe thon paraprakisht ka pushtuar uji? Sa është? Nuk ka një shifër të saktë pasi sipërfaqja po zgjerohet, pra, hap pas hapi po zgjerohet, por gjithë normalisht që po, gjithë vëmendja është përqendruar tek mbrojtja e pronës së jetës së qytetarëve, pra dhe po bëhet maksimumi për ta bërë të mundur mbylljen e kësaj argjinature, e cila është mjaft shqetësim pavarësisht se operacioni duket mjaft i vështirë. Më përmende banorët, në tilla raste, të cilat janë fatkeqësi natyrore, një pjesë e mirë kujdesen për sendet e tyre, sigurisht kujdesen për familjarët, për baktit, për kafshët e tjerë, po shtojnë dhe vjedhje atë. Historia e ka treguar këtë. Ajo që unë dua të pyes është, shmani mas atje, për shembull, që të mos kemi kështu problematikë, se i lop të vjedhësh një banori, i ke marrë ekonominë, i ke marrë ushimin e fëmijëve. Imagjino pas edhe sendet e tjera. Ka polici që kujdeset për këtë? Normalisht në këtë operacion është përfshirë edhe drejtoria vendore e policisë në Lezhë, e cila po monitoron gjatë gjithë kohës situatën në terren në zonat ku janë problematike, duke ndihmuar normalisht edhe në lehtësimin e qarkullimit përmjet edhe tonazhit të rënd, të cilët po punojnë pa ndërprerje, pra në këtë zonë, por edhe ajo çfarë ju thoni është në vëmendjen e policisë që mos ndodhin situata të kësaj natyre, por pjesa më e madhe e banorëve janë në shtëpitë e tyre, pra nuk janë larguar, pavarësisht se vështirësive nga prezenca e ujit nëpër oborre apo edhe në pjesë të akseve rrugore kanë gjetur mënyra për të hyrë dhe dalë nga shtëpitë dhe po qëndrojnë aty, mund të kenë larguar fëmijët apo një pjesë të afërmve, por që kryefamiljarët më së shumti po qëndrojnë në banesa. E qartë, ju unë të falenderoj për gjithë se solle në vëmendje, por do të ndjek pak edhe atë se çfarë thonë banorët e prekur nga situata atje. Gjana e gjallë ka përmbytë pula e gjana e marzi grashdën e blegtërisë. Hajde se rëpë janë mirë, edhe rëpë pështojnë. Se mos këto dalin nalë më sëllje të rejmë, s'ka dersi në lelëshyrë, se thahna prapë. Po blegtëria, kjo situatë ka ndodhë vetëm 2010. S'kena po shu të natën. E di. S'kena flet, as kena po shem. Gjitha, me jazhe, me drone, me çdo gjë. Fëmijët i kam largu, i kam tek njerëzit e mi, lartë, presa dhonë të dalë. Ja, në prag të shtëpisë është ujë, se si do të veprojmë nuk e di, si ta shoh gjërin kritike do të jesë me dalë dhonë, se s'mund të mbytem në ujë. Jemi shumë keq. E gjëra e gjallë, pulat gjysa kanë çof në ujë, janë mbyt në ujë, tjerët i kam nxjerr. Në kanë një mutafër, i kemi nxjerr. Për ujë gjeni shumë të mërshme, s'di, s'mund t'a shpjegoj këtë situatë. Ne kërkojmë si të na animojnë, ata presin, po s'po di se kush. Ja sërtë s'po vjen kur kush as me na pas, nuk dim, s'dim ku i me u drejtu as.